Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu gjeti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës strategun e fushatës së Partisë Demokratike Chris LaCivita, i cili ishte zhdukur dhe nuk u bë aktiv që nga dita kur u prezantua me pompozitet nga Sali Berisha dhe aleatët e tij madhështor. Me 2 gishta lart, LaCivita tha se do të vinte shumë shpejt në Tiranë, por a mund të ndryshojë ai fatin e PD-s, parti kjo e cila në sondazhe del në rënje të frikshme përballë socialistëve? Gazetari Erdit Rada thotë se Mediu duhet përballet fillimisht me drejtësinë për tragjedinë e Gërdecit këtu në Shqipëri dhe të mos bëjë rolin e ambasadorit të Partisë Demokratike në Shqipëri. Ai thekson se Partia Demokratike shquhet për kontrata lobimi me para të dyshimta, ndërsa shton se edhe në rastin e LaCivita, kjo gjë mund të ekzistojë për aq kohë sa nuk duket kontrata e bërë me strategun. Fatmir Mediu në radhë të parë duhet kuptojë se nuk është ambasadori i PD-s në Amerikë dhe për aq kohë sa është nën hetim për një ngjarje tragjike pak metra larg kryeqytetit, në radhë të parë duhet i shërbejë drejtësisë dhe të qëndrojë këtu. Nuk besoj se LaCivita më 11 maj do votojë apo do t'i mbledh vota PD-s. Për ne shqiptarët dhe qytetarët duhet së pari transparenca e kontratës që ka me opozitën. Kemi të bëjmë me një person i cili përmes kontratës synon dhe një thes të madh me para. Partia Demokratike shquhet për financime të dyfishta, qoftë në media vendase, qoftë në zgjedhje, qoftë për lobime, thot ai. Gazetari thekson se kthimi i ekspertëve amerikanë të Obdat në SPAK është një lajm i mirë për drejtësinë dhe po ashtu një goditje për Sali Berishën. Lajmi që ekspertët e Obdat janë kthyer në organet e reformuara të drejtësisë është një lajm i mirë pasi pati fishek zjarri nga PD që SBA u largua nga SPAK. Për Berishën personalisht është lajm i keq, thot ai.